Naftëtarët e Bankës Petroleum në ditën e 15 të grevës uris e kanë zhvendosur proteste nga Marinza para zyrave të kompanisë në Fier. Me pankarta nduar dhe me thirrje turp të vi, naftëtarët kërkuan plotësimin e kërkesave të tyre dhe deklaruan se nuk do të tërhiqen pa marrë përgjigje. Naftëtarët thonë se po protestojnë për dinjitet pasi kërkojnë rritjen e fondit të pagave me 18% me qëllim uljen e diferencës ekstreme të pagave të punonjësve, por kompania Bankës Petroleum në reagimet për mediat ka konfirmuar se nuk e kanë plan rritjen e pagave, por vetëm vlerën e trajtimit ushqimor. Duke paguar punonjësit e fushës në 500, 600 apo 700 euro dhe zotria juaj merr deri 100.000 euro apo edhe më shumë. E gjithë paga për një kinezi për një vit kemi kërkuar ne për 400 punonjës janë këtu në fushë. Ka gjë rritja që kërkojmë ne. Nuk është çështje paraje. Ktu është çështje intimidimi, presioni dhe nënshtrimi. Paralelisht me grevën, naftëtarët kanë bojkotuar edhe punën, duke lënë puset e naftës pa monitorim. Si zgjidhje bankës ka marrë punonjës nga kompanitë në kontraktore, teksa naftëtarët thonë se ata nuk janë të fushës përkatëse dhe akuzojnë institucione për moskryerin e inspektimeve. Si e zgjidhët ju punën, çfarë bëhet ju që mbajtët fushën gjallë? I morët njerëzit, i hoqit ato jakat e bardha që kishin marrë me detyrë dhe i veshët përsëri kominoshët. Kur vajti shteti i inspektonte këta njerëz, ishin adaptë për atë punë apo jo? Ai shtet i mbylli syt sepse i kishte duart e lidhura. Të lidhura me implikimet që kanë, me punësimet që kanë të familjarëve të ju. Një ndër naftëtarët më të vjetër të vendburimit, Ago Nuhaj, akuzon drejtuesit e bankës se po shtrojnë presion dhe po intimidojnë punonjësit. Këta nuk është se po vuajnë, këta argëtojnë edhe kur ne vuajnë. Kanë dalë në fush, kanë bërë presion punëtore, u kanë vajtur në përshpira, u kanë gjetur adresën ku punojnë gratë, burrat, edhe është zinxhiri i tërë i korrupsionit, se nuk e ka bërë vetëm 2 veta korrupsionin këtu. Ka dhe këtu mbrapa nga këta, edhe nga të tanët. Edhe prap neve nuk kemi patur asgjë me shqiptarët, nuk kemi thënë të reflektojnë. Ata nuk duan të reflektojnë. Tash turpi do të ngjelet atyre. Në fund të tubimit, naftëtarët paralajmëruan sot ta zhvendosin grevën e urisë për godinën e kryeministrit Tiranë, duke konsideruar atë si qendrën e korrupsionit. Do të shkojmë ditë Tiranës dhe do ngujohemi atje ku është qendra e korrupsionit para kryeministrisë. Nuk do ndalemi. Ta harroni